Politikat jo dhunuese janë të pranueshme dhe të përshtatshme lehtësisht. Rezultatet që sjellin janë më se të prekshme dhe plotësisht të pranueshme nga palët. Duke u mbështetur në zhvillimet bashkohore, ku në më të shumtën e rasteve dhuna urrehet dhe është e papranueshme, mendojmë se prirjet e të ardhmes flasin për një përjashtim absolut të fenomenit të forcës në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Siç u theksua më lart, në thelbin e vet, xhihadi është një përpjekje krejtësisht paqësore. Njëra nga format e kësaj përpjekje është, siç u përmend, ushtrimi i dauës, i thirrjes për në islam, i kumtimit të Allahut. Ka 3 lloj praktikash të cilat përbëjnë procesin e vërtetë të xhihadit. 1. Xhihad e nefs, të kontrollosh mbi ndjenjat negative dhe të padëshirueshme të vetvetes, të përkushtohesh me tërqënien tënde në veprimtari sipas standardeve të përcaktuara nga Allahu. Dua xhihad, t'ia komunikosh mesazhin e Allahut të gjithë njerëzisë, çdo njeriu, si dhe të sillesh me respektin dhe dashurinë më të madhe ndaj secilit prej tyre. Kjo është për besimtarin një detyrë me të vërtetë e vështirë dhe e jashtëzakonshme. Kjo është arsyeja përse në Kur'an kjo detyrë është quajtur xhihadi i madh. Nëpërmjet dauës, besimtarët përfitojnë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat. Nëpërmjet dauës, edhe armikun më të rrept mund ta kthesh në mikun tënd më të mirë. Me ndihmën e dauës, në zemrat dhe mendjet e njerëzve mund të injektohen vlera pozitive. Në Kur'an, kjo quhet këshillimi i ndershëm. 3. Xhihadi me antagonistët, të përballosh me mençuri, guxim dhe trimëri sfidat iteore me kundërshtarët e besimit, ta mbrosh fen në të gjitha rrethanat dhe kushtet, sado të vështira që të jenë ato. Si rregull, ky lloj xhihadi është një proces paqësor dhe vazhdon të mbetet i këtill deri në ditët tona. Në këtë këndvështrim, ky xhihad është shumë larg përplasjeve të dhunshme e të armatosura ndërmjet antagonistëve.